Njihuni me parashikimin e motit çfarë do të ndodh me temperaturat. Moti pritet të jetë i paqëndrueshëm në të gjithë territorin e vendit. Sipas parashikimeve meteorologjike, rreshjet e shiut do të jenë të dobta deri lokalisht mesatare, ndërsa në qarkun Shkodër ato do të shoqërohen edhe me shtrëngata. Në qarqet e tjera të vendit priten rreshje të dobta dhe lokalisht të dobta me intensitet të ndryshëm gjatë ditës. Sa i përket temperaturave, ato pritet të luhaten si më poshtë. Në zonat malore. Në zonat bregdetare 17 deri 23 gradë Celsius, në vendet e ulta 14 deri 25 gradë Celsius, në zonat malore 10 deri 18 gradë Celsius. Ndërkohë, era pritet fry me intensitet mesatar deri të fortë duke sjellë her pas here rritje të ndjesisë së freskët veçanërisht në zonat bregdetare dhe ato malore.